Ujë nga të reshurat e shiut, gropa të hapura gjithandej, baltë nëpër trotuare dhe vetura të parkuara vend e pa vend. Kështu është gjendja në spitalin e Kërçovës prej vitesh, ndërsa së fundmi është përkecuar edhe më shumë. Pamje që sapo pat është gjendja në oborin e spitalit të Kërçovës, duke pritur që të ndërtohet spitali i ri, spitali i vjetër ose obori i spitalit të vjetër ula në këtë gjendje. Për këtë situatë, televizioni 21 kontaktoi drejtoreshin e Spitalit të Përgjithshëm Maja Cvetanovska-Trajkovska, e cila tha se po punohet në zgjidhjen e problemit. Para ca kohe filluam me rregullimin e parkingut pas repartit të mjekësisë interne. Jemi në fazë përfundimtare dhe shumicën e mangësive do t'i sanonim në pranverë. Për shkak të kushteve të motit, kemi bërë një ndërprerje. Sa i përket automjeteve, ka filluar të vendoset rendi te porta, me rampë dhe pjesa më e madhe do të rregullohet. Këtë pranverë do të rregullohet pjesa më e madhe. Kujtojmë se spitali i ri në Kërçov i filluar prej dekadash nuk do të ndërtohet, sepse sipas asaj që tha ministri i Shëndetësisë kohë më parë, nuk i plotson kushtet, andaj ata premtuan një lokacion tjetër me ndërtim të një spitali të ri nga themeli.